Pas ditën e të njëjtës, në qendër të qytetit të Durrësit, në sheshin Liria, janë mbledhur për herë të dytë një grup qytetarësh protestues në mbështetje të çështjes së Zvërnesit. Përfaqësuesit e tyre janë shprehur me indinjat për ngjarjet e ndodhura dhe kanë deklaruar se paralelisht me protestën në kryeqytet, do të vijojnë protestat e tjera edhe në qytetin e Durrësit, duke ngritur me forcë kundërshtimin e tyre edhe për projektin TIT, paralelisht me kundërshtimin e projektit të ndërtimit të resortit turistik në zonën e mbrojtur të Zvërnecit. Në vend pagës kuptojmë që kemi të bëjmë me një shtet i cili gjithmonë më tepër është duke u korrur nga të drejtat pasore që kanë bëjmë me vijë bëgdetare, që kanë bëjmë me drejtë për të jetuar dhe për të trashëguar në këtë vend. Qyteti i Durrësit është një qytet i cili afërsisht 2/3 e popullsisë se kanë emigracion. Dhe afërsisht një pjesë e vogël që ndron këtu. Por kjo nuk ka qenë gjithmonë e tillë. Qyteti i Durrësit gjithmonë ka qenë një qytet që ka mikpujtur nga veriu deri në jug qytetarë të ndryshëm, të cilët sot jetojnë nga periferia më e largët deri tek qendra më historike e qytetit. Qytetar durrësak, më 26 gusht këtu është firmosur për të prishur 73 shtëpi të vjetra durrësake. Ju pak a shumë e dini në rrjetet sociale që të prishësh Durrësin e vjetër e të vesh kulla 30 kaçe në këtë vend bëhet. Kryetarja bashkisë ka firmosur, Belinda Balluku ka firmosur, dhe Edi Rama që erdhi në 14 për Shën Valentin u bë shën grot për vete. Si jep zgjidhje as njeriu. Bregdeti nuk është mall tregu. Bregdeti nuk është plashk atë kandi. Malet, lumejt dhe pyjet janë amaneti i brezave. Nuk duam të numërojmë vitet e humbura, ndërsa të rinjt largohen çdo ditë. Duam të ardhme, sepse Shqipëria nuk është pronë e askujt. Kjo është zemra e një populli që ka dëruar shumë dhe ende ngrihet në këmbë. Ne protestojmë pa urrëtie, por me zërin ndërgjegjës. Jo për të rënuar vendin, por për ta parë atë ta lulëzojë. Dhe ndërsa fjala jonë të dëgjohet, shpresa të mos largohet më. Ne do të qëndrojmë këtu, për tokën tonë, për detin tonë, për fëmijët tanë dhe për Shqipërinë tonë. Kryeministri Trogaxhi, Hajduk, Quisling, një lloj si kasapi dhorit vaktit, po e ndan Shqipërinë llokma. Nga thefin Butrind. Llokma e Durrësit i ka ra për pjesë Lordi të Rothschild. Projekti TIT është thjesht, si ta them unë, si puna atyre benevrek dhe tjetra për të maskuar një vjedhje. Projekti TIT është projekt vjedhje. Kjo është revolucioni shqiptarëve, për t'i thënë stop 35 vjet mashtrime. Të tregojmë këtyre pushtetarëve që ja ku jemi ne, që ju kemi votuar ose që nuk ju kemi votuar, por që duhet ta dini që ju nuk mund qeverisni pa ne. Me të vërtet ju i keni ato karrige aty, po ja ku jemi ne, ju themi keni gabim. Jemi ne pronarët e këtij qytetit, pronarët tona. Nuk jeni ju. Nuk do mundeni kurrë ju të bëni plane dhe projekte pa marrë dakordsinë e qytetarëve të Durrësit. Banorët e Durrësit janë shprehur se do të mblidhen vazhdimisht në protesta për kundërshtimin e projektit të Zvërnecit si të projektit TIT edhe në vijimësi.